Elbasan, do të kem kolegen Margarita Mihjelka, e cila do të na jap detaje më të thellësishme në lidhje me atë çfarë ka ndodhur konkretisht në Cerrik, ku ka patur më shumë probleme, janë mbi 10 familje në ujë dhe shprehen se nuk kanë patur asnjë ndihmë nga pushteti vendor. Lidhem me njërin në këtë çast, Margarita, përshëndes. Të përshëndes, ndodhemi në qytetin e Cerrikut, aty ku për më shumë se 24 orë më shumë se 10 familje kanë qenë në pushtetin e ujit. Në fakt, banesat e tyre kanë qenë krejtësisht të përmbytura dhe kjo jo si pasojë e rresheve të shiut, por si pasojë e kanaleve të cilat kanë qenë të bllokuara dhe të papastruara. Banorët shpeshherë kanë bërë ankesa pranë bashkisë Cerrik dhe pranë emergjencave civile, pasi kjo nuk është hera e parë në të cilën ata përmbyten dhe ndodhen në ujë duke qëndruar kështu le të themi të pashpresë, pasi nuk kanë asnjë mundësi tjetër për të larguar nga banesat e tyre, pasi është ky vetmi vend banim që ata kanë. Në fakt, banorët janë shprehur dhe gjatë ditës së dieshme, por dhe gjatë ditës së sotme se nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e bashkisë, ndërkohë që vetëm gjatë orës së fundit ka pasur një fadrome e cila ka pastruar, le të themi ka nisur të pastrojë kanalin, ndërkohë që dhe pse ne kemi tentuar që të komunikojmë jashtë kamerave në fakt dhe me pjesëtarët e bashkisë së Cerrikut, ata na janë larguar duke mos u afruar për të pasur një komunikim se për çfarë arsye është krijuar një situatë e tillë dhe çfarë masash do duhet të ishin marrë aktualisht përpara se kjo situatë ndodhte për të disatën herë. Pranë me kam disa prej banorëve të Cerrikut, të cilët mund të na shprehin dhe ata shqetësimin e tyre që kanë më shumë se 24 orë që vuajnë në ujë. Me bakti, me lop, me dele, me dhi, komplet të mbytura. As si lojnime, denjë gjithë e barit, mbi 100 ca copu, ja, jenda edhe aty në rrugët, që ti marrësh me fjalë, si që shikon, as si lojnime fare. Kjo nuk është hera e parë. Jo, nuk është hera e parë. Ne kemi hera e dytë, nuk llogoritet me fjalë, nuk llogoritet kjo që i panë edhe këto komshit, ku i nxora lopët në shit. Në qiell të hapur. Edhe tani kam bën pompën që ta thaj aty ku mbaj baktit, ku mbaj lopët, kam bën pompën tani ta shikoni. Nga ana e Zerfiksës nuk ka ardhur askush për të pastruar. Jo, këneve jo, s'kan ardhur. Jo. Ishte vështirë situata, ju jeni në anvis. Keni energji elektrike këto ditë? Jo, energji kemi pas me atë. Po, ata kemi pas. Si ja keni bërë për të banuar? Është e vështirë që të jetosh në mes të ujit? Po e vështirë është që të rish mes të ujit. Si po rrinë të shkretit me fjalë neve, me fjalë gjithë këtu. Që ja. Ka dhe banesa të tjera që janë përmbytur në zonë? Po. Po liu të shtë miro pa. Që si që në venetëm ditë tu, në herdi hujtin e hynë për shpia, i mdojtë, do më tanë me divanin, me ato, u mytën, herdi bashkia, kërkum dim në bashkia, asë që nuk na përfidhi fare. Herdi kryetari bashkis, herdi ndinë që ato, netën një orë këtua, ku erdi stravatori mas 3-4 orëve, ato u mytën shpia, ato ngritën me divane, me tapita, me organin, ato në batanie të qelta, batanie ushtarake. Pa pse këtë për ato, jemi neve kalamajt pa hangë pa pina, nda 20.000 lekë qelta. Atë për kraja nëzim, asi gjo fare, asi gjo, me kaqë. Ere hikën erdhen, ere aksham në ora 3, erdhen do me të në erdhen e një tjetër, tha edhe me i fuqishëm as një, nuk erdha si fuqishëm, do me të vetëm kryetari bashkisë, ere ndimtin, nuk në i vari shumë. Erdhe hapi huren atje 5 minuta, pasrovja të veturinat, ere hiko. Do me thënë, ne me vajtëm sot të shi, a i thanojnë 12 të video ndimojmë, tha as ndim as i gjo, do me thënë fjallin e mirë, as i gjo me kaqë. Është vështirë. Shohim që edhe pjesa e kanalit jashtë është një pjesë e pavastruar. Pavastruar, do me thënë, ca o hapi qikë më tanë e i atenere, la kaqë ere hiko, ujtë komplet e shikon gjarin tonë që kemi jetua, mërëm kemi flitur keqë ma keqë. Mërëm ke ujë sipër. Shikoj, jetesa, 3 ishe dje. Pa thesi, kush për nga pytë. Kjo. Si është situata? Unë isha shumë keq, më ngrita në mëgjes, s'ke ku të kaloje në ujë. Pash ujën, unë lagën komplet robat, i nëzora komplet jashtë. I lash, i mori lumi komplet, as i gjes kam branda. E kam kasollën bosh, unë jam me kasollë. Po desha të shikoni atje, si është gjendja komplet. Unë s'kam as i gje tani me të plera, as roba s'kam as i gje. Kash, erdi bashkia, erdi atoja, erdi pikzjari, as i gje s'bëri. As gje, në dha nga 5.000 lek, nga 10.000 lek, jashtë komplet i kemi robat. Uj kemi, s'kemi ku të flem tani neve. Unë kash mundësi kam, s'kam që të bëjmë me. As i gje, robat i kam jashtë në shi, uj kemi. Akoma nuk është ndrua, shikoj. S'ka vetëm unë me nuse jam. Kaq. S'kemi çfarë të bëjmë më shumë.
kash mund si kam. Tash ku fëmë tim në bashkia, po nuk na i varin fare. Bashkia i fare nuk na i varin. Shikon, bën foto, video dhe asnjë gjë tjetër. Kaq. Po duash aty shikoj aty ke shtëpia ime, si kam rrobat jashtë. Hajde shikoni pikë. Kjo është situata në fakt dhe tek disa prej banorët ne kemi mundur që të intervistojmë te disa të tjerë që prej ditës së dieshme, por dhe ditën e sotme, më pas që prej reagimit të banorëve në televizionin, syri televizion, kanë ardhur në fakt edhe thjesht kryetari i bashkisë për të interesuar për situatën, për të premtuar, por duke u larguar dhe duke lënë situatën pas krave njëjtë siç ka qenë. Banorët thonë se kanë qenë në pushtetin e ujit që ditën e dieshme dhe kanë mundur të flenë në ujë dhe në qiell të hapur gjithashtu. Në fakt, problematika janë shkaktuar dhe tek të mbjellat e zonës, por dhe tek gjëja e gjallë. Shumica e tyre janë shkatëruar dhe banorët vetë pohojnë se disa prej gjëse së gjallë kanë ngordhur, ndërkohë që nuk dihet ende se çfarë masash do të merren në këtë zonë. Problematika të tjera janë shkaktuar dhe në qytetin e Elbasanit gjatë ditës së dieshme pranë uzinës 12 në rrugën Gjergjan Murriçan, gjithashtu edhe në qytetin e Belshit ku liçeni ka dalë nga shtrati duke kaluar kështu dhe në rrugë duke bërë këtë të fundit le të themi pothuajse të pakalueshme për automjetet dhe për personat që e frekuentojnë. E qartë. Falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcolle Margarita. Të falenderoj. Atëherë, në këtë çast do të shkojmë pak me Sidorila Xhomaçi në qytetin e Korçës, atje ku do të kemi detaje konkrete në lidhje me atë çfarë ka ndodhur gjatë mbrëmjes së dieshme.